Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala sayyidil anam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin përherë mbi më të mirën që ka ecë mbi sipërfaqen e tokës, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu xhalla xhelalu e lut duke thënë: O Allahu Zoti ynë, ne ty të kemi për Zot dhe jemi robërit e tu. Bitë e robërve të tu, bitë e robreshave të tua. Çdo gjë që ka të bëjë me ne, o Allah, është në dorën tënde. Ti je ai që menaxhon jetën tonë. Me drejtësi mbi ne zbatohet parapërcaktimi yt dhe urtësia jote është ajo që zhvillon jetën tonë. Të lutemi ty, o Allah, me emrat e tu të bukur, me emrat e tu të bukur që ti ke zbritur në librin tënd, me emrat e tu të bukur që ti ja ke mësuar krijesave të tua këtë dashur ti t'ja mësosh, me emrat e tu të bukur që ti i ke fshehur në dijen tënde dhe askush nuk i din përveç teje, që këtë Kur'an ta bësh dritë, lumturi, pranverë, qetësi të zemrave tona dhe shpirtrave tonë. O Allah, me këtë Kur'an na ndriço zemrat, gjokset, mendjet. O Allah, këtë Kur'an bëje për ne shkaktar që të largohet prej nesh ankthi, stresi, pikëllimi, mërzitja, brengat. E na lehtëso me këtë Kur'an, o Allah, vështirësitë e kësaj bote dhe peripecitë që na presin në botën tjetër. Amin. O Allah o Zot, bëje këtë Kur'an dëshmi dhe ndërmjetësues dhe avokat për ne ditën e Kiametit. O Allah o Zot, na rimemorizo prej ti çfarë kemi harruar e na bëj që të punojmë me të sa të jemi gjallë. O Allah o Zot, na bëj neve për atyre njerëz të cilët punojnë me të ditën dhe falen me të natën. Amin. Me shpresën të madhe të Zotit do të jemi sërish sot në komentimin e surës El-Qaria, që i bie që të jetë ky takimi i dytë me këtë sure. E kemi vënë re të gjithë në surën El-Adiyat, e kuajve që vrapojnë me shpejtësi, duke rrezikuar gjithçka në emër të atyre që i kanë rrit ushqyer, se njeriu është ose mirënjohës ose mos mirënjohës, e nuk ka gjë më të ulët me cilën mund të karakterizohet me të njeriu dhe atribut më të poshtër se sa atributi mos mirënjohjes, qoftë në raportet me krijuesin, qoftë në raportet me krijesat. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk di të jetë mirënjohës ndaj krijesave të Zotit, që i kryejnë apo i ofrojnë atij një shërbim, nuk mund të jetë mirënjohës as ndaj Zotit, i cili i bëri këta njerëz që të jenë ofrues të kësaj mirësie ndaj këtij personi. E duke qenë se suratul Adiyat e ndau njerëzimin në dy grupe, s'ka grup të tretë njerëzimi, mirënjohës dhe mos mirënjohës, vjen suratu El-Qaria për të treguar se mirënjohja ka çmim dhe shpërblim dhe mos mirënjohja ka çmim dhe shpërblim. Dhe shpërblimi i mirënjohjes nuk do të jetë shpirtëror apo abstrakt, siç duket kur ne bëjmë të mira ose ndalohemi nga të këqijat, duke si veprime abstrakte të cilat nuk kanë efekte që ne mund t'i shohim me sytë e ballit. Faktikisht në botën tjetër, këto veprime abstrakte do të kthehen në
do të materializohen dhe do të vendosen peshore. Po kështu, edhe mosmirënjohësit të këqijat e tyne, edhe pse këtu në këtë botë duken si veprime abstrakte, pra me kuptimin që s'kan efekt për synin apo për ndjeshmërinë e njeriut, po faktikisht në botën tjetër mosmirënjohja do të përkthehet dhe do të materializohet dhe do të jetë për njeriu në peshoren e tij, ditën e Kiametit. Çdo mosveprim i farzit dhe çdo veprim i haramit materializohet ditën e Kiametit dhe vihet në peshore. Çdo veprim i farzeve apo i suneteve dhe çdo largim nga harami në këtë botë i materializohet njeriu në botën tjetër dhe i vendoset në peshore. Për këtë arsye logjikisht pra ka një renditje interesante, pra një ardhje interesante suratul Al-Qarja mbas surës Al-Adiyat. Si do të shpërblehen mirënjohësit? Mirënjohja e tyre do të përkthehet do të jetë lënd e përkthyer në lënd dhe do të vendoset në peshore. Po mosmirënjohja e tyre do të përkthehet në lënd dhe do të vendoset në peshore, ditën e Kiametit. Kështu që alhamdulillah këtë pjesë ka shumë interesante, është mrekulli në vete. Vim tek meseleja që ne mu duk sikur se trajtuam fort gjëre gjatë herën e kaluar, puna e qafirave. A do të peshohen, do të peshohen atyre veprat e kështu me radhë. Ne themi se mosmirënjohja do të përkthehet në lënd. Po kjo nuk vlen për qafirat, për mohuesit, për jo besimtarët, nuk vlen. Sepse Zoti thot në Kur'an, la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Nuk do të ketë ngrehje peshoresh, pra nuk do të ketë peshim apo peshore për jo besimtarët, për mohuesit. Thot Zoti në Kur'an, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Na u paraqiten veprat ose u paraqiten veprat e jo besimtarëve dhe ne i kthyem ato në pluhur, pra s'ka asnjë lloj vlere. Po mirë, nëse një jo besimtar ka bërë vepra të mira, e shpërblen Allahu për të mirat e tij në jetën e kësaj bote. Ushqimi, pija, komoditeti, jeta, mirësitë e kësaj bote, shikimi, dëgjimi, mendja etj. Ja përkthen Allahu xhelle xhelaluhu të mirat jo besimtarit në këtë botë. Në mënyrë që mos i mbetet atij çfarë të marri në botën tjetër. Gjithmonë flitet për një besimtar të cilit i ka ardhur argumenti për të vërtetën. Se nëse është një jo besimtar i cilit nuk i ka ardhur argumenti për të vërtetën, ky pastaj do të ketë punë tjetër ditën e Kiametit. Po mirë, ajeti kuranor për cilin ne po flasin, fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Për kë po flet për besimtarët gjunafqar. Po flet për besimtarët gjunafqar. Po mirë, po të këqijat e jo besimtarëve, çfarë ndodh me to? Thotë ua tregon Allahu, thjesht i shohin se ç'kan bërë, por nuk merren llogari. Nuk merren llogari si shpëtim për ta apo si ndëshkim. Nuk merren llogari si ndëshkim për ta. Tani si është më mirë me u fut në burg që në fillim, e mos më dalë më kurrë, apo më vonuj çik procedura sa më shumë vonohet aq më mirë. Sa më shumë vonohet aq më mirë. Kështu që këta nuk kanë fare. Pra në ditën e Kiametit kemi një grup i cili nuk kalon fare procedura. Dhe këta janë ata të cilët janë për në zjarr të xhenemit. Dhe dikush prej komentatorëve thotë që do të ketë peshim veprash mrena jo besimtarëve. Pasi jo të gjithë jo besimtarët janë njësoj. Dikush është shumë rënd në mëkatimin e tij, në mohimin e tij, në talljen e tij, në injorimin e tij, në mendimallsinë e tij, dhe dikush është më pak. Dhe kjo ka faktikisht një linjë interesante argumentimi që është hadithi për shembull i
hadithi i xhajës pejgamberit alayhis salam Ebu Lehebit. I lehtësohet tha dënimi për çdo ditë hone. Pse? Sa i për ditë hone ka liru një robresh për i gëzimit më të që pati për pejgamberin alayhis salam. Rasti i Ebu Talibit, xhaxhait, i cili në zjarr xhenemit do të ketë dënimin më të lehtë, shkallën më të lehtë të dënimit në zjarr xhenemit e ka xhaxhai i tij Ebu Talibit. O pejgamberi i Zotit, ata pa hajrin ty xhaxhait e kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ata pa hajrin, pra të mbrojti, rrezikoi jetën, dha pasunim për ty, që mbrojtje për ty. Ata pa hajrin, po tha, ma ka parë hajrin. Thanë si, në botën tjetër ai do të ketë dënimin më të lehtë. Në krahasim me gjithë xhenemlit, ai do të jetë në shkallën e atyre që dënohen më lehtë në zjarrin e xhenemit, i vendosen tha 2 thëngjin nga thëngjit e xhenemit nën këmbët e tij dhe si pasojë zin trut e tij, Zoti na ruaj. Kështu që nëpërmjet, si më thon, mes tyre mund të ketë peshim. Ndërsa ne thamë që peshimi do të jetë 3 llojesh, do të peshohen veprat e njerëzve, do të peshohen regjistrat e tyre dhe do të peshohet imani dhe besimi i tyre. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vjen dikush që peshon shumë i madhështor, po nuk peshon peshoren e Zotit asgjë. Nuk peshon në peshoren e Zotit asgjë dhe vjen dikush që s'ka, si më thon, peshet asgjë, mirë po kur vendoset në peshore peshon shumë. Pra matet imani, maten veprat, po ashtu vendosen në peshore edhe regjistrat. Atëherë, në besimin ton si musliman, është vendosja e peshores ditën e Kiametit. Tani vendosja e peshores është një për mbar njerëzimin, apo është peshore për çdo ymet, apo çdo person ka peshoren e tij personale. Dhe kjo ka pas diskutim mes dietarëve të akides. Brenda e Ehlusunnetit është diskutimi. Ka një mendim që thotë është një peshore për mbar njerëzimin. Dhe kjo është mendimi më i afërt dhe më i saktë. Ka një mendim tjetër që thotë çdo ymet ka peshoren e tij. Dhe ka një mendim tjetër që thotë çdo njeri ka peshoren e tij. Faktikisht dhe këto 2 mendime të dyta janë mbështet në shumësin që ka përdor Allahu për fjalën mizan në Kur'an, mewazin. Mewazin është shumësi i fjalës mizan. Do të thotë që nuk është një, po janë shumë. Po ka dhe një koment tjetër që nënkupton shumë që peshohen, shumë gjëra që peshohen dhe nuk është kusht të jetë shumë peshore. Argumenti, sepse në përgjithësi kur flitet për muazinet thuhet mbrapa tyre për emri ti. Muazinuhu. Atëherë bëhet fjalë për të njëjtën gjë, se i bie që të jenë shumë peshore për një person dhe kjo se ekziston si mendim. Po mirë, pse përmend Zotin shumës? Për t'i dhënë rëndësi. Dhe kjo është metodik, si më thon, e retorikës që e një gjuhë arabe. E ky Kur'an, përderisa ka zbrit në arabisht, atëherë është në rregull situata. Përse duhet të jetë peshorja? A ka ndonjë urtësi? Padyshim që ka urtësi. Cila është urtësia më e madhe që ka peshorja? Gjithsecili sheh hakun e tij, punën e tij, imanin e tij, regjistrat e tij dhe e krahason çfarë është ai me mëshirën e Allahut kur e fut në xhenet. Aty e kupton ç'është mëshira e Allahut. Se kur i thot Allahu robit vet, robi im, ja çfarë ke boti. 1, 2, 3. Imani jot është ky. Veprat e tua janë këto dhe regjistrat e tua të veprave janë këto.
kjo është mëshira ime. Si thaj, tha o Zota, po futem xhenet ta me punët e mia. Tha Zoti mi e peshojnë ati mirësinë që ka parë. Kur ja peshun shikimi vetëm pse ka parë në këtë botë, ja humbën 500 vjet adhurim. Tha o Zot me mëshirën tate, tha Zoti me mëshirën time. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an për xhenetlit, inna Allah ashtara. Zoti ka ble prej besimtarëve. Sepse malli i Zotit, xheneti është i shtrenjtë. Ne s'mund ta blejmë atë, çado që të bëjmë. Atëherë Zoti na e blen, na e fund në thonjza në llogaritë e mëshirës tij, e normalisht është Allahu ai i cili e bën dhuratë xhenetin për besimtarët edhe për besimtarët. Është Allahu i cili e bën dhuratë xhenetin për besimtarët edhe për besimtarët. Po kështu është edhe dallimi i njerëzve në shkallë të xhenetit. Do të paraqitet sa ke peshu që të kuptosh se sa ku do të arrish. Pra edhe një lloj, si më thon, qetësimi për njerëzit. Po edhe ky tjetri që përfundon nga krahu tjetër, është edhe një lloj qetësimi për të që më e kuptu që ky jeti. Dhe në veprat e tua, dhe në punët e tua, ato të cilat po të çojnë këtu më tan. Nuk është faji i Zotit. Allah është i drejtë. Dhe me logjik o vëllezër, pasha Zotin që nuk ka Zot tjetër veshti, me logjik shkon njëri në zjarr xhenemit për besimtarëve. E po të ketë njëri që përfundon në zjarr xhenemit për besimtarëve, kjo është shumë e rëndë, pra me kuptimin çfarë ka ndodhur. Pse? Çdo e mirë shpërblehet me 10. Çdo e mirë shumëzohet me 10, çdo e mirë shumëzohet me 70, çdo e mirë mund shumëzohet me 100, çdo e mirë mund shumëzohet me 700, çdo e mirë tani subhanallah, vetëm ditë dhikri që bën muslimani mas namazit, pra i thon 5 namaze. Nga 100 herë dhikr mas çdo namazi sa i bjer 500, shumëzoje për 10 5000. Edhe 100 darkët shumëzoje për 10 6000. Vetëm dhikri që ne bëjmë mas namazit dhe para gjumit, i thon 6000 sevape, fshihen 6000 gjunahe. A ka mundësi që një që fal 5 vaktet dhe bën dhikrin mas namazit përfundoi zjarr xhenemit? S'ka logjik. Po si ka mundësi? Çudi e madhe është. E duke qenë se është çudi e madhe, njeriu duhet ta shohë me sytë e vet se çfarë po e bën atë që të jetë xhehenemli, drejtësia e Zotit. Pra nuk është dhuratë xhehenemi, po xhehenemi është drejtësi dhe merit. Xhehenemi është drejtësi edhe merit. Tjetra që ka urtësi, peshorja, ne gjithmonë e kemi trajtuar dhe kemi thënë, çdo stacion prej stacioneve të ahiretit është njëkohësisht edhe stacion çfarë? Pastrimi. Një njeri që ka probleme dhe vjen përballë peshores, është stres apo është i lumtur ky? Stres. Ky lloj stresi, ky lloj sikleti, kjo lloj frymëmarrje që ai do ta zhvillojë kur të ndahen, kur të vendosen, është një lloj pastrimi për të. Pra i ka bëu Allahu xhelalu stacionet edhe pastrim njëkohësisht. Për këtë arsye ai që e merr regjistrin e veprave të tij në dorën e djathtë, ai shkon drejt peshores i lumtur, se e din se çdo gjë që vjen mas regjistrit është hajër për të. Një kategori. Ndërsa kategoria e idhujtarëve, jo besimtarëve, qafirave, mohuesve ose munafikëve, nga e morin librin, e morin nga shpina në dorë të majt. Gjynofqarët e morin librin nga dora e majt. Këta e kanë problem këtë pjesë. Mirë po dikujt ndoshta i kanë bet shumë pak dhe shërben sikleti dhe stresi i peshorës për të si moment pastrimi për atë që vjen më pas. Dhe për dikë tjetër nuk shërben si pastrim, po ndoshta ja ul atë nivelin që kur të vinë dhe stacionet e tjera të lehtësohet. Çdo stacion për stacioneve
të ahiretit, duke filluar nga varri deri në kalimin e urës Siratit, mund të jetë njëkohësisht edhe stacion pastrimi për njeriu. Pra edhe ajo ka urtësinë e vet. Le të vim tek një moment tjetër. Çfarë më shumë ti peshon në peshorën e ditës Kiametit? Nuk e di a kemi përmend apo jo, po nëse s'e kemi përmend, po e përmend, nëse kemi përmend për ta fiksuar. Gjëja më e rëndë që peshon në peshorën e Zotit ditën e Kiametit është tauhidi. Njëshmëria e Zotit, besimi i pastër. Edhe ne na shkon nërmend gjithmonë hadithi i kujt? Hadithi i kartës. Hadithi i Musait. Që i tha Musa i Zotit, o Allah, o Zoti im, i tha, më mëso diçka që ta kem unë si privilegj. Tha o Musa, thuj la ilaha illallah. Tha o Allah, o Zoti im, po gjithë thonë këtë fjalë. Tha o Musa, si kur 7 palë qiejë, 7 palë toka të vendosen në një pjatancë të peshores ditën e Kiametit dhe vendoset në pjatancën tjetër të peshores. Fjala la ilaha illallah le wazanet bihim. Pra do të ishte më rënd edhe do t'i fluturon te fjala la ilaha illallah qiejt dhe tokën, do t'i çonte në ajër, aq e rënd është. Ose Musa ose Nuhu alayhis salam duke dhënë shpirtu i lën amanet fëmijëve të tij, edhe ju tha thuni sa më shumë la ilaha illallah, sepse tha fjala la ilaha illallah po të ishte diçka dhe qiejt edhe tokat të ishin puq në një pllak, qiejt edhe tokat ishin një. Edhe të goditeshin me fjalën la ilaha illallah do t'i dante fjala la ilaha illallah më dysh. S'ka si fjala la ilaha illallah. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë hadithe flet për mirësinë dhe vlerën që ka fjala la ilaha illallah, dhe më e rëndësishme se sa thënia e fjalës la ilaha illallah është të kuptohet dhe të jetësohet. Pa kur i thu vetes musliman dhe thu la ilaha illallah, duhet ta kesh mendjen vetëm ke Zoti, duhet të drejtohesh vetëm Zotit, duhet të adhurosh vetëm Zotin, nuk duhet të kesh shpresë se dikush mund të bëjë punë e Zotit përveç Zotit e tjerë siç e dim ne tek mënyra se si shpjegohet tauhidi në Islam, që ndahet në kategoritë 3 llojet e tauhidit. 2. Më e rënda gjën peshore është namazi. S'ka si namazi. Për këtë arsye gjëja e parë që do të pyetet për të njeriu është namazi. Nëse punët me namazin shkojnë në rregull, e mirë, mos e vrit mendjen për asnjë gjë tjetër. Çfarë peshon më shumë ti në peshore? Peshon edukata. Po si po e përmendte edukatën përpara adhurimeve, se e ka veçu pejgamberi alayhis salatu wasalam. Gjë që tregon se ka një pozicion të veçantë. Jo se mund krahasohet edukata me namaz, me agjërime, me haxh, nuk krahasohet, po faktikisht ka dash pejgamberi alayhis salatu wasalam me i dhënë rëndësinë e duhur, sepse një musliman i cili adhuron Zotin duhet dallohet me edukatën e tij dhe me sjelljen e tij. Për gjërave që peshojnë rënd shumë ditën në peshorën e Zotit ditën e Kiametit është lidhja e gjakut. Për gjërave që peshojnë shumë rënd tek peshorja e Allahu xhaleshahu ditën e Kiametit është haxhi. Për gjërave që peshojnë rënd shumë tek Allahu në peshorën e ditës së Kiametit është sadakaja. Për gjërave që peshojnë shumë rënd tek peshorja e Allahut ditën e Kiametit është pendimi. Për gjërave që peshojnë shumë rënd tek Allahu xhaleshahu ditën e Kiametit është ti largosh i hall dhe i siklet një besimtari, një muslimani apo dhe një tjetri. Për gjërave që peshojnë shumë rënd peshorën ditës së Kiametit është urdhri për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Për gjërave që peshojnë shumë fort në ditën e Kiametit është bamirësia, dhe për gjërave që peshojnë shumë rënd ditën e Kiametit, këto i komlon 2 të fundit se janë më të rëndësishmet. Në krahasim me këto që janë mas tauhidit dhe namazit, është duaja, dhikri. Duaja edhe dhikri. Tha pejgamberi alayhis salam për shembull, kelimetani khafifetani ala lisani thaqiletani habibetani ila arrahmani thaqiletani fil mizani ose lil mizani subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi. Tha pejgamberi alayhis salam në hadithin tjetër, wa subhanallahi
Walhamdulillahi tamla'u ma bejne as-samai wal ard. Hadithi tjetër tamla'u al-mizan. Vetëm kjo fjalë, subhanallah, alhamdulillah, ose subhanallah u bihamdihi, subhanallah el adhim, e mbush peshorën plot. Kanë thonë, a ka gjë që nuk peshohet ditën e kiametit, që s'futet në peshore? Kanë thënë, janë 3 gjona që nuk vihen në peshore. 1. Durimi, zvihet në peshore. Ka trajtim të veçantë. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. 2. Kanë thonë agjërimi, nuk vihet në peshore. Nuk ka peshim agjërimi. 3. Falja ndaj dikujt, nuk vihet në peshore. Nuk vihet në peshore, pra me kuptimin kanë trajtim special dhe të veçantë tek Zoti i gjithësisë 3 vepra të mira: durimi, agjërimi dhe falja që ti ju jep njerëzve. Në të kundërt, cilat janë ato gjëra që faktikisht peshojnë më së rëndi në peshoren e veprave të këqija? Shirku i vogël, 1. Po pse s'përmend shirkun e madh? Kush bie në shirk të madh, shkon në rigoshet. Fiasko. Bidati. Kur themi bidati, nuk kemi për qëllim bidatet e vogla, apo bidatet që janë këto bidatet që bëjnë, kemi për qëllim bidatet e mëdha, që janë 6. Cilat janë 6 bidatet e mëdha? Rënja e njeriut në bidatin e xhawarixhve, ose tekfiristat që i thonë. Tekfiristat janë si, por nuk janë fiks xhawarixhët, janë bishtalec i tyre. Rënja e njeriut në bidatin e kaderive. Çan kaderit, ata që thonë njeriu është vepruesi dhe Zoti e merr vesh masi e bën njeriu. Rënja në mëkatin e murxhive. Murxhit cilët janë ata të cilët thonë veprat nuk janë kusht në besim. Rënja në bidatin e xhebrive, cilët janë xhebrit, ata që thonë njeriu është i programuar, s'ka gjë në dorë, hiç. Boni zboni, e ka të caktuar, s'ka gjë në dorë. Rënja në bidatin e rafidhive, ose ata që quhen refuzuesit e shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, të cilët besojnë se imamët, pra e shijave, janë ata të cilët drejtojnë e menaxhojnë Kur'anin, nuk është në rregull, është i mangët, është i plot, etj. Kush bie në një nga këto 6 bidatet e rënda, kjo është gjëja më e rëndë që peshon në peshoren e negativitetit. Tjetër, gjunahet e mëdha. Gjunahet e mëdha. Tjetër që peshon shumë rënd është edukata e keqe. Nuk ka tek Allahu më të urryer sa njëri i cili është i pa edukat, njëri i cili flet fjalë të shëmtuara, të fllihta, i cili injoron njerëzit, i cili përqesh njerëzit. S'ka, nuk ka. Ai që bullizon peshon shumë rënd ditën e kiametit. Lënia e namazit është për gjëra që peshon shumë rënd në peshoren e ditës së kiametit. Mos respektimi i prindërve, e cilësova këtë mos respektimin edhe pse futet tek mëkatet e mëdha thjesht që dikujt t'ia vrasi veshin, se peshon shumë rënd në peshoren e veprave të këqija ditën e kiametit. I Zoti di se si mund dalë njeriu për kësaj gjëje. Dhe e fundit është haku i njerëzve. Haku i njerëzve peshon shumë në peshoren e Allahut, tek pjesa e peshorës veprave të këqija. Allahu na rujt edhe duhet me pas kujdes. Le të vim tek, se këto ishin disa gjëra që unë mendova t'i plotsoj nga java e kaluar. Vazhdojmë me surën pra. El-Qari'atu
ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Këtu me sa më menu kemi ndalu javën e kaluar. El-Qaria godit trokitja me zhurmë dhe e papritur. Kjo quhet El-Qaria. Është quajtur kiameti me këtë emër se është i papritshëm, pra nuk dihet se kur ndodh, është i zhurmshëm, po edhe troket çdo njeri që ka zemër në punë, zemër të gjallë, zemër aktive, njëri i cili ka mend. Kur përmendet kiameti, është sikur i tërheq vëmendjen, sikur e bën të përqendrohet. Kush është? Si puna derës kur bjerë që njeriu mundohet të rregullojë shtëpinë, edhe besimtari i vërtet, ai që ka akoma gjallëmëni dhe jetë në zemrën e tij, kur flitet kiameti, fillon edhe i rendit edhe i herë gjërat, i bën edhe i herë muhabetet, i kontrollon edhe i herë listat e kështu me radhë, sepse e di që është diçka që nuk negociohet me të, as se kur vjen, as për mënyrën se si zhvillohet. Për këtë arsye tha el-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'a. Ku e din ti ç'është el-Qaria? Ku mund ta dish ti se ç'është el-Qaria? Pastaj tha një fragment nga fragmentet e ditës kiametit. Tha yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfush. Njerëzit janë si ato flutra të cilat janë të shpërndara, të hallakatura, dhe malet janë të shpurpuritura si leshi kur goditet. Tani llogarit ti nëse njerëzit janë kështu, që njeriu është qenia më inteligjente, njeriu është me arsye dhe njeriu e humb. Ato jap një argument se si e humb njeriu ditën e kiametit? Tha pejgamberi alayhis salam, përveç ajetit të parë në surën El-Hajj, kur flet Zoti për zelzelen e ditës kiametit, për tërmetin dhe tronditin që e shkakton. Një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salam i thot Aishës radhiyallahu ta'ala anha kur i flet për kiametin, tha njerëzit do të ringjallen siç i ka lindur nëna e tyre pa asgjë mbi trupat e tyre. Nëna e besimtarëve mendoi me mendjen e kësaj bote dhe i tha, o pejgamberi i Zotit, po si tha do të ringjallemi, tha, si na ka lind nëna, burra e gra shohim njëri tjetrin? Tha pejgamberi alayhis salam, o Aisha, është më e rëndë situata kujt i ber mend një ditë se si është njeriu. E kupton ti çfarë është apo ajo ditë? Për këtë arsye nuk mund të ketë, domethënë, paraqitje më të bukur mbi atë që ndodh tek njerëzit dhe goditin që marrin njerëzit. Po pse për shembull duhet të jetë kjo goditje a vëllezër? Po është para se ti shef gjona që si ke menduar ndonjëherë, i ke besuar me fjalë dhe me emra dhe dalin, shef xhehenemin. Xhehenemi i vërsullet njerëzimit. Xheneti duket shumë larg, amo e shef. Qielli fillon hapet dhe çahet, zbresin me lajket pal. Pra në gjona që ne të gjitha i kemi të lexuar apo të mësuar dhe përjetohen, fillojnë të përjetohen. Nuk është e lehtë vallahi bilaj për Zotin, nuk është e lehtë. Njeriu treme duke pa i film horror, i ngel mendja aty 3 ditë. Ndoshta edhe i prishet gjumi, se zën gjumi. Jo mo kur njeriu të jetë përballë faktit kryer. E nuk e di se a është aty ku duhet të jetë. Pra nuk është e lehtë situata. Pastaj ti llogarit kur thot ai për malet si fijet e leshit të shpurpurisë, si kur rrihet leshi, janë ca fije që fluturojnë kështu hollshëm fare në ajër. Tani llogaritë ti nëse malet janë kështu. E kupton ti çfarë shef njeriu nga fuqia e Zotit apo jo? Se kjo botë që ne shohim shumë pak prej saj, ne nuk arrim dot ta shohim fuqinë e Zotit. Pse se na është fshehur nga kjo botë shumë, pra ne nuk është se
nuk dim vetëm gajbin se çfarë bëhet. Ne shumë gjëra nga kjo botë nuk i dim faktikisht ose nuk e kuptojmë madhështinë e Zotit. Kurse në momentin që ti ishe malet që fluturojnë si fije leshi, kupton dhe madhështinë e momentit, situatës, gjës, po edhe atij që po menaxhon situatën. Pra janë gjërat më të përjetueshme, janë gjërat më të prekshme. Për këtë arsye edhe njerëzit janë kështu, siç e tha Zoti në Kur'an. Pastaj vjen ajeti tjetër që thotë: "Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radhiya." Kujt i rënojnë peshoret e tij, i rënojnë për mirë peshoret e tij, pra peshorja e imanit, peshorja e veprave, peshorja e regjistrave që faktikisht këto janë në koordinim. Gjitha fa huwa fi 'ishatin radhiya. Po ta shohësh në arabisht ka thënë fa huwa, nuk ka thënë huwa ose wa huwa. Dhe thëja zakonisht kur vjen gjuhën arabe nuk kupton më njëherë. Qysh aty i fillon lumturimi i këtij. Ky ishte stacioni i fundit i sprovës tij. E ka kalu hesabin, e ka kalu ardha, se besimtarët nuk kalojnë llogari, po kalojnë paraqitje. E ka kalu paraqitjen, kalon dhe këtë, ky pastaj nuk ka më sprova. Qysh aty i fillon lumturimi, qysh aty i fillon gëzimi. Fa huwa fi 'ishatin radhiya, ai do të jetë në një jetë të lumtur. Fjala fa huwa fi 'ishatin radhiya është masdar, nënkupton përgjithmonë dhe përjetësisht. Dhe është një sinjal nga këtu, nga kjo sure, që xheneti është i përhershëm dhe përjetësisht. Nuk ka fund xheneti, elhamdulillah. Fa huwa fi 'ishatin radhiya. 'Ishatin radhiya në një jetë radhje të kënaqshme. Ke parasysh të kënaqet njeriu? Po ka një moment që njeriu nuk i mungon më asgjë. Dhe ka një moment që njeriu ngopet. Dhe ky moment është vetëm xheneti. Këtu në këtë botë vallai njeriu nuk ngopet. Shumë e vështirë që njeriu në këtë botë ngopet. Sikur biri i Ademit kishte një lugin, do të thonë kishte dy, kështu me radhë, siç do të ditë kësura që do të vi më mrapa. Ndërsa në xhenet njeriu ngopet. Dhe momenti i ngopjes dhe i kënaqësisë ti do të jetë momenti kur ai e merr lajm nga Zoti që thotë Zoti, prit thotë se ka dhe diçka që s'ua kam dhënë akoma. Jam i kënaqur për jush, e s'do të hidhrohem për jush përjetësisht për jetë tjetëve. Pra ata e kanë arrit kulmin e lumturisë, po i vjen dhe i haber plus. Cili është haberi plus? Jam i kënaqur për jush dhe kur nuk do të hidhrohem apo mërzitem për jush. Aty arrin kulmi i kënaqësisë banorëve të xhenetit. Për këtë arsye Allahu kur folin Kur'an për mirësitë dhe begatitë e banorëve të xhenetit, në fund fare si e mbylli, wa ridwanum min Allahi akbar. Dhe kënaqësia e Allahut që do të derdhet mbi xhenetlit është akbar, mirësia më e madhe dhe begatia më e madhe që përjetojnë xhenetlit. Pastaj mbetet qershia mbitor, dhurata që është shikimi i Allahut xhalla xhelaluhu. Atëherë, kjo ishte ata të cilët ishin mirënjohës, falëndërues, kanë, le të themi, bërë një lloj sakrifice në këtë botë, janë munduar, janë penduar, i kanë përjetuar gjërat, edhe pse mund të kenë pas, le të themi, domethënë kurpa aty në mund të ketë pas, le të themi, luhatje, po prapë në fund fare kanë mbyllur me sukses. Dhe nuk kanë rënë në nivel. Pastaj vjen grupi i dytë. Ata të cilët ju peshohen veprat për gjunafçarëve. Pra thamë libri si merret, thamë me dorën e djathtë është i shpëtuar. Nga shpina dhe i ça gjoksin nga dora e majt të mosbesimtarët, idhujtarët, paganët dhe munafikët. Këto s'kan gjën të rezi. Dhe është një grup tjetër që e morin librin në dorën e majt. Këta që e morin në dorën e majt, edhe në peshore nuk i kanë punët në rregull. E si pasoj, thot Zoti, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Atyre që ju lehtësohen
atyre që ju lehtësohet peshorja, po ne apo flisim për gjëra që rënojnë, çfarë u lehtësohet këtyre? U lehtësohet krahu i veprave të mira. Pra edhe këta kanë bërë vepra të mira faktikisht, mund të kenë bërë namaz, mund të kenë bërë gjë, mund të kenë bërë. Ose kanë bërë vetëm xhumo, ose kanë bërë vetëm bayram, etj. Kur përafrohen me gjunofet e tyre, me të këqijat e tyre, me problematikat e tyre, këto peshojnë aq shumë sa që peshorja e veprave, pra si më thonë ajo pjatanca e veprave të mira lehtësohet, s'ka se vlerë, ngrehet në ajër. Fa ummuhu hawiya. Fa ummuhu hawiya. Ç'është ummuhu hawiya? Në gjuhën arabe, termi ke përse si thonë nonës në gjuhën arabe? Non. Po si thonë arabisht? Një nga arsyet pse quhet nona në gjuhën arabe është se është streha e njeriu. Ajo e mbledh njeriu. Prej nonës ka dalë njeriu. Baba është vetëm ai që ka udhë esencën. Ama ajo që e ka majt, e ka rrit, e ka ushqyer, i ka dhënë gjakun e vet, i ka dhënë trupin e vet, i ka dhënë gjithçka të saj, në është kush? Nona. Për këtë arsye ka emrin do thot streha. Do thot përqafimi, do thot dashuria, do thot gjithçka. Po nën kupton edhe epiqendrën. Si e ka emrin Mekka? Një nga emrat e Mekës, kush është? Si tha Zoti litun dhira, Ummul Qura. Si quhet el-Fatihaja? Ummul Kitab. Ka disa njerëz që përkthejnë kështu, nëna e Kuranit. O Zot. Nëna e librit. Po si më thashë ka nëna e librit? Po baba i librit, kush është? Ummul Kitab ose Ummul Quran përkthehet ajka, esenca, përmbledhja, hyrja e tjerë. Ummul Qura, çfarë do thot? Epiqendra e njerëzimit. Kështu ka emrin Mekka. Pra, sa tjetë Mekka do të ketë njerëzim. Iku Mekka. S'ka mo, siguri bota. Nga kjo pse po bëj lidhjen, pse ka thonë këtu fa ummuhu hawiya. Këtu fa ummuhu thot orientimi i tij do të jetë në hawiya. Fjala hawiya në gjuhën arabe, hawiya në gjuhën arabe i thon humnerës mes dy shkëmbëve të lartë. Ka thënë Zoti xhenemin kështu, me këtë emër, humner. Pse? Sepse në të vërtetë xhenemi është humner. Për këtë arsye në disa transmetime kur flitet për të mirën dhe për të keqen, thot yahwi. Bjerë në humner të xhenemit. Pra xhenemi nuk është diçka mbi tokë që njeriu shkon kështu serbes duke u futur në të. Jo. Futja në xhenem është tmerr, është merrënie. Dikush bjerë në fund, dikush bjerë ke dera 7, pra që është fundi, dikush bjerë ke dera 6, po merrënie. Dikush bjerë ke dera 5, dikush bjerë ke dera 4, dikush bjerë tek dera 3, dikush bjerë ke dera 2, dikush bjerë tek dera 1. Minimumi është 70 vjet rënie e lirë. 70 vjet, shumëzim për 7 palë dyer, tani vetëm llogarit 490 vjet vetëm duke ra dikush për shembull, ç'është të merri asaj pune. Allahu na rrit për zjarr xhenem. Fa ummuhu hawiya. Të më thonë, strehimi i tij, vendi i tij, fundi i tij do të jetë hawiya, do të jetë në humner të xhenemit. Pastaj tha Zoti, "Wa ma adraka ma hiya." Ku e din ti o Muhammed se ç'është el hawiya faktikisht? Faktikisht ato se din askush. Se si është, se si funksionon. Ato e di vetëm Allahu. Megjithatë Allahu dha një sqarim. Tha narun hamia.
zjarr hamie që flakëron, që djeg, që është i ndezur fort. Po mirë, fjala zjarr do të mjaftonte. Se zjarri quhet zjarr, po nuk dogji, po nuk pati nxehtësi, po nuk flakëroi. Kanë thonë komentatorët, thotë e ka përmend me ta fiksu dhe me të siguru që zjarri i xhehenemit nuk është film. Zjarri i xhehenemit nuk është përjetim, momenti. Me ta fiksu mirë që zjarri i xhehenemit është zjarr. Madje pejgamberi alayhis salam tha, zjarri juaj në këtë botë, çdo zjarr që njeh kjo botë, krahasim me zjarrin e xhehenemit është 1/60. Zjarr nuk është kështu, nuk është përjetim shpirtëror. As nuk është një moment që njeriu shef i film e trenmet, jo. Narun hamie, zjarr i ndezur i cili flakëron fort. Pra është diçka që funksionon. Që funksionon si zjarr, pra me kuptimin e plot të zjarrit. Jo me kuptim figurativ, as me kuptim metaforik. Jo, me është zjarr. Për këtë arsye thon, Allahu xhel xhelalu e ka përforcuar fjalën zjarr me që flakëron, që ndez, që djeg etj. Fjala hamie i thon diçka e kur merr ngjyrë, i thon diçka e të nxehtë që ka marrë ngjyrë të kuqërremt për shkak të nxehtësisë. Për këtë arsye ka një hadith që thot, zjarri i xhehenemit kur është nez, 1000 vjet ka qenë i bardh, 1000 vjet ka qenë i kuq, pastaj është nxi. Allahu flet për këtë fazë, me sa duket, për këtë fazën kur është duke kalu nga faza e të kuqes në fazën e nxirjes. Allahu na ruaj prej zjarrit të xhehenemit, se s'kam qejf fort me fol për të, sepse me të vërtet e folmja për të është stres edhe siklet për atë që e beson. Për atë që e beson është stres edhe siklet. Atëherë le të vim tek pjesa e fundit e temës tonë, që është mësimet, dobit dhe urtësitë që marrim ne si besimtarë musliman kur lexojmë ose duhet përjetojmë kur lexojmë surën El-Qaria. Gjëja e parë që është më e rëndësishme se të gjitha është rëndësia që ka në fen tonë tauhidi, namazi, edhe ato veprat që ne thamë se peshojnë që mos t'i përsërisim në peshorën e ditës së Kiametit. E dyta, sa të keq është që njeriu të veprojë një nga ato veprat që ne thamë rëndojnë në peshorën e ditës së Kiametit, që mos t'i përsërisim, pra që mos na marrin kohë. 2, ose treta le të themi, njeriu nuk duhet të humbi asnjë shans që i jepet, se nuk dihet se ku është fitoria e tij në diçka që se mendon kurrë. Për këtë arsye dhe peshorja, siç e thamë ne, është peshore reale e vërtet, po peshon me peshore atomike, madje më e vogël se sa atomi, thot një ajet tjetër kuranor. Kupton të çfarë peshori është ajo apo jo? E kupton të që o vlla, e di si është puna? A e di ti që i mund të jesh barazim? O është thjesht një buzëqeshje kot që e ke bërë dikujt, kot pasi lloj njeti. Ai nuk është asnjë atom, se s'ke pas njet fare. Thjesht e ke pa e ke bërë kështu, kot. Ai nuk peshon asnjë atom, se s'ka njetin brenda. Ajo mund të jetë një copëzës atomit, ajo mund bëhet sebeb. Se Zoti çfarë tha në Kur'an, au asghar min dhalik, ose më e vogël se sa grimca më e vogël që ekziston, pra më e vogël se sa grimca atomit. Nuk hum gjatë tek Zoti, nuk hum gjatë tek Allahu
xhalla xhelalu. Për këtë arsye në disa libra tefsiri e gjesha shprehjen që thoshte kështu. Thoshte dhe njeriu thoshte nuk duhet neglizhojë në veprat e mira as 1/4 e atomit. Allahu ekber. Njeriu nuk duhet neglizhojë në veprat e mira as çerekun e atomit. Subhanallah. Pra me kuptimin to dha mundësia. Po do thoshte o vlla, po njeriu i bie me qenë shumë i vëmendshëm. Normalisht i bie me qenë shumë i vëmendshëm. Ndoshta nuk i do i duan fare këto grimcat, nëse ai do të ishte i vëmendshëm. Ndoshta do të ketë nevojë për to fare. Ose do të jenë këto grimcat kështu. Kështu çfarë quhet ajo? Zbukurim ose llak, si quhet ajo, si ta themi kështu. Lustrim. Pra mund të jenë këto thjesht e lustron, i bën më të bukur e më të mirë. Pra njeriu mos neglizhoj. Tjetër, prej dobive është besimin peshore. Është për besimit të njeriu dhe mohimi i peshores e nxjerr njeriu nga feja nëse ka informacion. Pra nëse i vjen informacioni dhe e mohon del nga Islami. Sepse ka ndër grupet e devijuara që thonë nuk ekziston peshorja në botën tjetër. Po mirë, kur thot Zoti peshor, thot është kuptim metaforik. S'ka nevojë Zoti për peshore. Thjesht ka dash të japi njeriu imazhin që gjonat e janë keq. Po me çfarë guximi e bën ti këtë gjë? Jo, po thot kjo funksionon. Siç i thotë dikujt gjëta më ke rënu, po sa ka rënu, sa kilet ka rënu? Ti ke për qëllim se të ka rënu me kilogram, apo të ke për qëllim se të ka rënu në shpirt? Po mirë, kjo mund të jetë e vërtet, po mos kishte argumenta. Zoti thotë nuk do ta vëmë peshore, çfarë do thotë, se ka apo s'ka? Kujt i rënën peshore, do thotë ka s'ka? Po pejgamberi sa që thotë dhe vendoset peshorja ditën e Kiametit. Po e hadithi që thotë gjërat këtej, ajo regjistrat vendosin peshore. Pra besimin peshore është diçka që nuk ka diskutim. Të besosh se do të ketë peshore, të mirat do të peshohen, të këqijat do të peshohen. Prej mësimeve që na jep është, këtë e kam gjetë ndër këto tek disa komentime interesante, thot mali është gjëja më stabile që ka kjo botë, apo jo? Gjëja që është më stabile në këtë botë është mali. Vjen një moment që mali lun. Apo jo? Siç e thot Kurani, për ditën e Kiametit. Thot njeriu besimin e tij thot duhet ta ketë më të fortë se sa mali. S'duhet ta luaj besimin e besimtarit asgjë. Prandaj kujdes, mos luaj me malin e besimit. Pse e kanë thënë këtë? Se njeriu mund të përballet në momente të caktuara të jetës me dilema, me vezvese, me ngacmime, me iluzione, me dyshime. Mos e hap derën se ti je i mbështet fort në diçka që s'lun kurrë, që është besimi jot. Mos bëj pazar me besimin tat. Mos e vën diskutim. Se po t'u shkul besimi, ke marr fund. Ashtu siç edhe kjo botë, po ju shkulën malët, ka marr fund, edhe ty po t'u shkulën normat e besimit tënd, je fik. Je fik me të gjitha kuptimet e fjalës. Prej dobive dhe vlerave që ka, domethënë, ose mësime që na jep kjo sura është se besimi se veprat e mira do të materializohen kur të peshohen, besimi se veprat e këqija do të materializohen kur të peshohen ditën e Kiametit. Prej gjërave interesante që ka kjo sura është metodika e përmallimit ose metodika e zgjimit të vëmendjes. Kjo nuk e sura është përsërit sa herë? 3 herë.
fillim fare kur tha el-qariyatu mal-qariyatu wa ma adraka mal-qariya, pastaj kur tha fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi jannatin wa ma adraka ma hiya narun hamiya, pra 3 herë ka bërë atë që quhet metodika e tërheqjes vëmendjes. Dhe faktikisht kjo është metodik e përdorur shpesh në Kur'an për gjëra të rëndësishme, për gjërat e mëdha, normalisht edhe kjo domethënë është për gjërave të mëdha. Prej dobive dhe urtësive ose prej mësimeve që na jep, si më thon suratu El-Qariya, është se dita e Kiametit ka zhvillim të vështirë. Për këtë arsye dhe Zoti në paraqet her mas here fragmentet e ditës Kiametit, thotë dhe është urtësia e Zotit që nuk i ka mbledh gjitha me i vend, po i ka lënë shpërndara se njeriu e ka të nevojshme të kujtohet vazhdimisht dhe të përkujtohet vazhdimisht me ditën e Kiametit. Prej mësimeve që na jep kjo sure është se përmendja, përsëritja e folura mbi ditën e Kiametit nuk shkakton tek njeriu çrregullim, po shkakton tek njeriu ndërgjegjësim. Se dikush thotë sa fort flit njeriu për Kiametin, xhenemi, frika, kjo vëlla si mund të jetojë njeriu me gjithë këto lloj frikrash që ju ushqeni, jo më nuk janë këto frikra. Këto janë, si më thon, për ta zgjuar njeriu, për ta ndërgjegjësuar njeriu, për ta bërë njeriu koshient, që njeriu të jetë më i vëmendshëm. Mos ta mori situatën kështu rehat fare, po njeriu të jetë vazhdimisht i kujdesshëm për atë që e pret. Për mësimeve që na jep, le të themi, kjo sure është të mirët, edhe po s'u shpërblyen në këtë botë, kanë për të shpërblyer në botën tjetër, të këqijt, edhe po nuk u dënuan në këtë botë, do të dënohen në botën tjetër. Kjo nuk do të thotë që njeriu mos kërkojë të drejtën e vet në këtë botë, kjo nuk do të thotë që njeriu të bëhet, si më thon, mbartës i padrejtësive, por nuk është kusht patjetër që njeriu të shohë shpërblimin e vet në këtë botë, dhe nuk është kusht që patjetër njeriu të shohë ndëshkimin e atyre që meritojnë ndëshkim në jetën e kësaj bote. Po pse o vëllezër? Se po të ndodhte kjo punë, humbiste sensi i kujt, i provës dhe i sprovës. Nëse çdo gjunafçar dhe i keq do të dënohej, nëse çdo i mirë dhe i përkushtuar do të shpërblehej, atëherë 50 veta do të vishin mësim, 300 veta do të ishin namaz, pa harroje sa do të ishin. Mirë. Se e kanë pa me sy, vëlla. Kjo është sprova. Alladhina yu'minuna bil ghaib, besojnë ghaibin, të fshehtën, të padukshmen, metafiziken. Për mësimeve që na jep neve kjo sure se njeriu ka nevojë të vazhdueshme për këshillues. Dhe këshilluesi më i mirë i njeriu është Kur'ani. Njeriu ka nevojë për një këshillues të vazhdueshëm. Dhe këshilluesi më i mirë është Kur'ani. Po mirë, dikush mund të ketë një shok, dikush mund të ketë një hoxh, jo, s'ka si Kur'ani. Pse? Shoku mund të jetë i zënë, hoxha mund të jetë në udhtim, kurse Kur'anin e ke gjithmonë. Prandaj kapu me Kur'anin fort, sepse është këshilluesi më i mirë. Sidomos për këtë tematik, që është tematika e kujt? Tematika e botës tjetër dhe ringjalljes. Vallaj nuk kalojnë 2-3 faqe që mos përmendet direkt, drejt për drejt, indirekt, fragmente, faza, stacione, diçka patjetër me fjalë do të përmendet. E nuk ka këshillues më të mirë për këtë, për cilën ne po flasim, se sa këshillimi me Kur'anin. Për këtë arsye, duhet të rikthehemi leximit të Kur'anit në mënyrë të vazhdueshme edhe të përhershme. Këto ishin, le të themi, disa nga gjërat që më të rëndësishme që mund të nxjerrim gjithashtu prej mësimeve fjalën e keqe. Pse duhet ta veçojmë? Sepse ka hadith që e veçon fjalën e keqe. Dhe mund të veçojmë prej mësimeve këtu
rëndësia dhe domethënë rëndësia që ka sjellja dhe edukata. Sa shpërmend si diçka speciale. Fjala e keqe është përmend si diçka e veçantë dhe si më thon karakteristike dhe sjellja dhe edukata është përmend si diçka e veçantë dhe karakteristike. Fjala e keqe që tha pejgamberi Sam, një fjalë që njeriu ndoshta si kushton rëndësi për hidhrimin e Zotit, bëhet shkak që njeriu të zhytet, të bjerë jehui, të lëvizje të lirë për zgjat xhenemi 70 vjet dhe thënia e pejgamberit alayhis salam për gjërave që më shumë ti peshojnë në peshorën e Zotit ditën e Kiametit është sjellja dhe edukata. Lut Zotin që të na falë edhe të na mëshirojë dhe këtë Kur'an ta bëj dritë dhe udhëzim për ne si në këtë botë edhe në botën tjetër. Amin. Zoti ju shpërbleft. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.